Djele fantastike. Sot kena me ndru recetën. Sot kena me bo çokoladë me fruta mirë, po do t'i bojmë në forma të vogla. Kur s'do në angër për shembull omël shumë, ishtë si guglet vogël edhe është fantastike. Këtu i kemi pandisponjen të cilën e kemi prej në formë, që ka me na u dasht. Mirë po, fillimisht, ta bakën përdojmë qëto. Kemi me fillu me përgatitjen e musit të çokoladës. Na duhet krema pana për me vlu, e vendosim. Me tel të dorës e përzim. Kemi me vendos edhe sasin e gelatinës, të cilën vetë se kemi tretur me ujë, që vlen të theksohet, se shumë shpesh na keni bë pyetje në rrjetet sociale se çfarë gelatine përdorim. Gelatina është me yndyrë të lopës, do të thonë është halal gelatin, kështu shkurt të shqip një thonë, nuk është me yndyrë të derit, kështu që këta mundeni me gjetë në për distributor të produkteve të pasticqerisë, jo në për markete. Këta doheni me gjetë në për kompani që sjellin produkte të pasticqerisë. Këtu kemi vendosur sasinë e çokoladës, unë kom përzi çokoladë 99% të zezë dhe 55% gjallë të kakaos. Në to këto dy lloj çokoladës i kom përzi në mënyrë që ëmbëlsira me na dalë më e shëndetshme dhe shumë e shijshme. Ndoshta po e njihni edhe zhurmën që po bën si në aeroport, nuk jena në aeroport, po jena në diskek. E mbrana në kuzhinë jënë të upjek disa ëmbëlsira që i kemi porosi për nesër. E vendosim sasinë e kremit pana për rrahje. Derisa të vlon në anën tjetër, ne e bojmë krema. Kremi pana ka fillu të vloj, mirë po, do të apeksojmë që do të me vlu plotësisht derisa të bën gërllë, jo veç me i dalë ajo nxehtësia e parë. Pjesa e kremit për rrahje është e gatshme. Kur përgatisim kremën mus, gjithmonë duhet të jetë sasia e rrahur e panës deri 70%. E përzim dhe e ndalim nxehtësinë. Kësaj sasisë kremës pana kena me ashtu gelatinën. Përzim derisa që krijet fillimisht gelatina. Shkak që është sasia ma e vogël e kremës që po e përgatisim, shkrihet pak ma ka dalë, po gjithsesi për shkak të nxehtësisë kjo shkrihet dhe këtë sasi tani e bashkojmë me çokoladën. E përzim në mënyrë që më shkri komplet sasia e çokoladës. Për gramazhat e sakta në kanalin tonë YouTube, më në majet gjos me gjerin, e përzim derisa që shkrihet plotësisht. Nëse rastisht nuk ja u shkrin sasinë e çokoladës, krema pana e nxehtë, mundeni në banjmëri, në një enë me mush me ujë, me vlu dhe këta me vendos derisa të shkrihet komplet sasia e çokoladës. Ndoshta edhe po e vreni që çokolada është më e zezë, për shkak se kemi përdorur çokoladë 99% të zezë. E kemi kombinu me çokoladën 55% gjallë të kakaos. Kështu që kemi reduktu mjaftueshëm sasinë e sheqerit. Do me thonë në këtë recet, krejt sheqer që ka përmban është vetëm pjesa e kremës pana. Nëse dëshironi që edhe pana të jetë pa sheqer, atëhere kërkoni në për treg panën me 0 sasi të sheqerit, është pana shtazore. Ne këtu kemi përdor pana bimore, mirë po në treg ka dhe pana shtazore ku sasia e sheqerit është 0. Për mos me bu shumë të idhë të ëmbëlsinë, na kena vendos me përdor panën bimore. Për shkak që kemi vendos në këto format e vogla, ju mundeni me vendos në një bokall musin, ne po e vendosim në qeset të pasticqerisë dhe fillojmë me mbushjen e formave. Ja lirojmë vetit hapësirën e punës. E vendosim një sasi të kremës. Mundohuni që me mbush silikonin në mënyrë komplet brenda, për shkak se mandena këto goglat nuk dalin në formë të rregullt. Kremën e mbetur të musit që më ka mbetur me përdor tani në ëmbëlsinë tjetër, kështu që për momentin nuk po na duhet. E kemi kremën e frutave, që kemi ja vendos ka një sasi brenda. Unë gjithmonë preferoj që çokoladën me e përzi me fruta, për arsye që t'jetë kombinimi i të ëmblës me të thartën dhe shija është më e mirë. Dhe tani do të vendosim pandisponjen, cilin veç që kemi prej, dhe shtymë shtu me gishtë që me hy brenda,
që mos me na oprish forma. Këto ëmbëlsira kemi vendosur për ngrirje në minus rreth 2 orë dhe pas 2 ore kemi me i ly me glazurë të çokoladës. Glazurën e çokoladës e kemi sqaruar në emisionet e kaluara, mundeni me gjetë në YouTube. Po i vendosim për ngrirje dhe pastaj kthehemi, ja vendosim glazurën dhe një dekor të thjeshtë. Mish të dashur, guglat tona perfekte i kemi këtu dhe tani do të përfundojmë me glazurë. Gjithmonë do të krema mus me u vendos në minus, në fres për ngrirje. Çka kemi vendosur në këtë pjatë, unë e kom përgatitur më herët prej frutave me želatin në formë të silikonit dhe tani do ja bëjmë një dekor të thjeshtë pjatës tonë, se keni shoqni ose musafir, se mos me dekoru pjatën mirë, kështu që. Dhe e fundit vendosëm. I marrëm pak lullet e lavandës kështu, sa për dekor pjatës, ja qesim, edhe pak ëmbëlsirës, gjithët e mentës. Një e vendosim këtu, dhe tjetrën e vendosim në anën e kundërt, sa për dekor, pastrojmë tavolinën dhe miq të dashur një ëmbëlsinë për shoqni perfekte. Kur keni musafir që doni me testu ka pak ëmbël, mirë po jo shumë ëmbël, ja ku e keni recetën perfekte. Shihemi të diellën e ardhshëm, mirë vajtshim.